Territori i Kosovës për datën 13 mars 2026 do të karakterizohet nga motë kryesisht i kthjellët me intervale me diell dhe vranësira të pakta në disa zona. Paraditja do të jetë me diell në shumicën e territorit, ndërsa në disa zona qendrore dhe perëndimore do të ketë vranësira të pjeshme. Pasditja vijon me motë të qetë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:45 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:45 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 15 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj, 4 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik, 4 deri në 14 gradë Celsius. Suharek, 4 deri në 16 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 14 gradë Celsius.